kanë nevojë njerëzit për më shumë shpresë, më shumë ngrohtësi, më shumë dashuri. Si mendon? Apo është thjesht marketing, tregti, janë disa kioska nëpër qendrat e qyteteve që të dyja qëndrojnë. Patjetër që do ta nisja pak me atë më pak shpirtërore, me pjesën e tregtisë. Mendoj që jemi dakord që është bërë edhe ca tregti çështja e festave, jo vetëm festat e fundvitit, që them të drejtën, është periudha mendoj ku njerëzit shpenzojnë më tepër para, sepse është periudha ku njerëzit bëjnë më shumë dhurata, qoftë për Krishtlindjen, qoftë për vitin e ri. Juve thatë që kanë filluar që në nëntor zbukurimet, patjetër në disa qytete më shumë, në disa qytete më përpara. Mund të ndihet atmosfera e dritave, atmosfera e gëzueshme dhe gjithë njerëzit e kanë shumë qejf këtë gjë. Por ata që gëzohen shumë patjetër mund të jenë tregtarët, sepse e dinë që sa më shpejt ta fillojnë ato promocionin e produkteve ose artikujve të rinj që duan të tregtojnë, patjetër më shumë shanse kanë që të shesin më shumë edhe të përfitojnë më tepër.